Bobo ishte një gorill shumë miqësor, që stafi gjithmonë e kishte për zemër dhe kujdesej me shumë dashuri. Ai ishte një nga kafshët më të dashura në të gjithë strehimorën edhe gjithmonë sillte një ndjenjë qetësie dhe sigurie tek ata që punonin me të. Por një ditë, gjithçka filloi të ndryshonte. Sjellja e tij nisi të bëhej më e çuditshme edhe krejt ndryshe nga ajo që ata ishin mësuar të shihnin. Kjo sjellje e pazakontë i shqetësoi kujdestarët. Ata vendosën se do të ishte më mirë ta ndiqnin nga larg për të parë se çfarë po ndodhte me të, edhe pse kishte ndryshuar aq papritur. Duhej të kuptonin nëse kishte ndonjë problem shëndetësor, ndonjë rrezik për të tjerët, apo diçka më misterioze që nuk u binte në sy. Gjatë këtij vëzhgimi ata panë që Bobo mbante diçka në dorë. E vënë re nga një distancë, por nuk mund t'i afroheshin mjaftueshëm për ta parë me saktësi çfarë ishte. Përveç kësaj, Bobo nuk lejonte askënd t'i afrohej shumë kur kishte atë diçka në dorë. Pasi kuptuan më mirë se çfarë po ndodhte, të gjithë në staf ranë dakord. Asnjë nga ata nuk kishte parë ndonjëherë një majmun, jo më një gorillë e madhe si Bobo, të bënte diçka të tillë. Kur strehimorja për primatët me fou në Kamerun e gjeti Bobon për herë të parë, ai ishte një jetim, vetëm në një nga xhunglat e dendura të Kamerunit. Ishte vetëm 2 vjeç kur gjuetarët kishin vrarë nënën e tij dhe e kishin lënë të braktisur. Një krijesë e vogël edhe e pambrojtur në një botë të ashpër. Kjo është edhe arsyeja pse ai nuk ishte një gorill shumë e shoqërueshme kur mbërriti për herë të parë në strehimore. Ishte i tërhequr, i heshtur edhe gjithmonë i vëmendshëm ndaj njerëzve edhe kafshëve të tjera. Trauma që kishte përjetuar e kishte lënë të heshtur për një kohë të gjatë. Por Bobo me kalimin e kohës u rit edhe u bë një gorill e rritur tepër e fuqishme. Ai nuk ishte më këlyshi i vogël edhe i trishtuar i atyre viteve. U bë dominant në strehimore, lideri i padiskutueshëm i grupit të tij. Por Bobo me kalimin e kohës u rrit edhe u bë një gorill e rritur tepër e fuqishme. Ai nuk ishte më këlyshi i vogël edhe i trishtuar i atyre viteve. U bë dominant në strehimore, lider i padiskutueshëm i grupit të tij. Një gorill me peshë 160 kg, plot muskuj dhe me një pranim breslënëse që çdo gjuetar do të mendonte 2 herë para se të guxonte t'i afrohej. Megjithatë, edhe pse ishte fizikisht imponues edhe dominues, Bobo ishte i ëmbël. Ai kurrë nuk tregoi agresion ndaj majmunëve të tjerë, dhe pikërisht kjo sjellje e qetë edhe e drejtë e bëri që ai të fitonte respektin e tyre. Edhe stafi mund ta shihte lehtësisht se Bobo kishte një natyrë të mirë. Ai tregonte kujdes për të tjerët, ishte i butë, vëzhgues edhe kishte një prani të qetë që qetësonte edhe kafshët më të trazuara. Natyra e Bobos ishte krejt e kundërt me politikën e zakonshme të botës së primatëve, ku ardhacakët shpesh janë shumë të dhunshëm kur përpiqen të marrin pushtetin. Por Bobo nuk e kishte fituar pozicionin e tij me dhunë të verbër. Ai kishte punuar për të fituar vendin e tij edhe nuk ishte gati ta dorëzonte pa luftë. Alisa, një nga kujdestarët më të vjetra në strehimoren e Mefos, kishte qenë pranë Bobos që nga dita e parë kur ai ishte sjell atje. Ajo kujdesej për çdo ditë edhe kishte ndjekur zhvillimin e tij nga një kylysh i trembur në një gorill të fuqishme edhe të respektuar. Alisa kujtonte shumë mirë se si në vite gorilla më të reja si Kam dhe Kibu kishin provuar të sfidonin Bobon për pozicionin e tij si udhëheqës i grupit, por asnjëri nga ata nuk ia doli. Ata u përballën me fuqinë, durimin dhe mençurinë e Bobos, dhe pasi dështuan, nuk u përpoqën më kurrë. Megjithatë, Alisa nisi të shqetësohej gjithnjë më shumë kur vuri re se sjellja e Bobos po ndryshonte. Diçka nuk po shkonte. Ai nuk sillej më si zakonisht, nuk ecte më me qëndrimin e tij krenar, nuk ndërvepronte si dikur dhe shpesh largohej i vetëm nga të tjerët. Për një gorill që ishte lider i grupit, kjo sjellje ishte shumë e pazakontë. Ajo e kishte parë Bobon në shumë situata, por nuk e kishte parë kurrë të sillej në mënyrë kaq të çuditshme, të fshehtë dhe të distancuar. Ai gjithmonë kishte qenë i qetë, por prezent, jo i tërhequr në vetvete si tani. Kjo e shqetësoi Alisën thellësisht. Ajo vendosej që duhej të vëzhgonte më nga afër. E kuptoi se duhej të shihte se çfarë po ndodhte, pa e shqetësuar drejt për drejt.
për të siguruar që nuk kishte ndonjë rrezik për kafshët e tjera apo për veten. Ndërsa stafi nisi të vëzhgonte Bobon me më shumë kujdes, ata e panë se ai shpesh fshihej në barin e gjatë, në një cep të largët të territorit të tij. Kjo ishte e çuditshme. Bobo zakonisht ecste me vetbesim, duke shfaqur praninë e tij dominante në të gjithë hapësirën. Pse po zgjidhte tani të fshihej? Diçka po fshihte dhe stafi duhej të kuptonte se çfarë ishte. Alisa nuk u dorëzua, vendosi të vazhdonte vëzhgimet e saj çdo ditë. Pas shumë orësh vrojtimi të kujdesshëm, ajo kuptoi se Bobo nuk po fshihej sepse kishte frikë. Ai po mbronte diçka. Ai nuk donte që asnjë antar i stafit e as ndonjë nga gorillat e tjera të dinte për atë që kishte me vete. Një mëngjes, Alisa priti që Bobo të largohej nga vendi ku rinte zakonisht edhe shkoi të inspektonte zonën e barit të gjatë, duke shpresuar të gjente ndonjë objekt apo shenjë që mund t'i shpjegonte sjelljen e tij. Por ajo nuk gjeti asgjë. Megjithatë, ishte e qartë. Bobo nuk e linte sendin e tij të çmuar në bar. Ai e mbante gjithmonë me vete. Edhe më në fund, pas shumë ditësh vëzhgimi të duruara, Alisa pati fatin të afrohej më shumë se zakonisht. Ajo u gjend mjaft afër për të parë se çfarë po mbante Bobo në duar. Dhe ajo u trondit. Ajo që pa Alisa nuk ishte një objekt i pazakontë siç kishte menduar fillimisht. Nuk ishte ndonjë lodër, nuk ishte ndonjë ushqim apo send që kishte marrë nga stafi. Ajo që Bobo po mbronte me aq kujdes ishte një krijesë e gjallë. Në duart e tij të mëdha dhe të fuqishme, Bobo po mbante një kafshë të vogël, një krijesë e brisht edhe e vogël sa një pëllëmb. Ishte një pamje që Alisa kurrë nuk do ta haronte. Kur Bobo kuptoi që po vëzhgohej, ai u tremb. U ngrit me kujdes edhe me shpejtësi dhe u zhduk menjëherë në barin e gjatë, duke mbajtur me vete krijesën e vogël si për ta mbrojtur nga çdo kërcënim. Alisa nuk arriti të shihte qartë se çfarë ishte ajo krijesë e vogël, sepse ishte shumë e vogël dhe Bobo nuk e la që t'i afrohej më. Por ajo kishte parë mjaftueshëm për të ditur se diçka ishte e pazakontë. E dinte që duhej ta zbulonte. Pasi stafi mlodhi më shumë informacion dhe vëzhgime, ata arritën të identifikonin krijesën misterioze. Ishte një galago, i njohur ndryshe edhe si një bash baby, një krijesë e vogël, një primat shumë i rrallë edhe i natyrës së egër që zakonisht nuk fshihet në afërsi të njerëzve apo primatëve të tjerë. Thuhej se ky galago ishte futur në hapësirën e Bobos nga pylli përreth, ndoshta duke kërkuar ushqim ose streh. Ajo që ishte jashtëzakonshme ishte jo vetëm fakti që një kafshë e egër kishte hyrë në territorin e një gorile, por edhe se nuk kishte as pak frikë prej tij. Alisa pa me sytë e saj se si galagoja e vogël ecte mbi trupin e Bobos. Kërkonte mbi shpatullat edhe krahët e tij, dhe më pas kërcente në bar, vetëm për t'u kthyer sërish në duart apo gjoksin e tij. Ishte një ndërveprim i jashtëzakonshëm. Një goril 160 kilogramshe dhe një krijesë sa një grusht që silleshin me butësi të ndërsjellë, pa frikë, pa agresion. Por më e habitshme ishte ajo që ndodhte çdo mëngjes. Bobo i jepte galagos mëngjesin. Po, ai i asillte ushqimin. Për kujdesja që Bobo kishte ndaj kësaj krijese të vogël ishte e jashtëzakonshme. E ushqente me durim dhe butësi, njësoj si një nën që kujdeset për fëmijën e saj. Alisa nuk kishte parë kurrë diçka të tillë. Kjo lidhje mes një gorile dhe një galagoje ishte aq e rrallë dhe aq e pazakontë sa që të gjithë në strehimore e dinin. Ky ishte një moment që ndodh vetëm një herë në jetë. Në botën e kafshëve të egra, është shumë e rrallë që një kafshë e shpëtuar si Bobo të ndërveprojë në mënyrë të natyrshme me një kafshë të egër siç ishte galagoja. Por këtu ndodhte pikërisht kjo. Një lidhje e qetë edhe e butë mes një giganti të heshtur dhe një krijese të brisht. Stafi i strehimores nuk vonoi të vëzhgonte më nga afër këtë marrëdhënie të jashtëzakonshme. Nga ajo që pan, galagoja e vogël ishte e lumtur dhe ndjehej e sigurt në krahët e Bobos. Ajo nuk e kishte fare frikë. Madje, her pas her e ledhatonte fytyrën e tij, ngjitej mbi të dhe luante me gishtat e mëdhenj të gorilës. Në një moment, Alisa dhe antarët e tjerë të stafit vëzhguan se si disa nga gorillat e tjerë në grup
u afron për të parë se çfarë po ndodhte. Ata ishin kurioz për shokun e tyre të madh që po sillej ndryshe, për këtë krijesë të vogël që rrinte në duart e tij. Por Bobo nuk i lejoi të afroheshin. Ai u bë mbrojtës, ndoshta pa agresion dhe vetëm me qëndrim. Ai qëndroi para tyre, duke u siguruar që askush të mos qetësonte Galagon. Ishte një veprim i qartë. Mos ju afroni. Ishte një nga ato momente kur e kupton se kafshët ndjejnë më shumë nga se ne mendojmë, që kanë instikte të thella për ndjeshmëri, për kujdesje dhe mbrojtje. Kur Bobo e kuptoi se Galagoja dëshironte të kthehej në habitatin e saj natyror, ai nuk e ndaloi. Ai nuk e mbajti më forcë, vetëm qëndroi i qetë dhe pa duke ikur. Alisa e pranoi se ndonse ndjehej keq që nuk do ta shihte më atë lidhje të veçantë, ajo ishte e lumtur që pati mundësinë të jetë dëshmitare e diçkaje kaq të veçantë edhe të rrallë. Fatmirësisht, stafi arriti të filmonte këtë ndërveprim të jashtëzakonshëm edhe e ndau në rrjetet sociale. Videoja dhe historia që shoqëronte postimin u përhapën me shpejtësi, duke u bërë virale në shumë vende të botës. Në postim, stafi shpjegoi se e kishin gjetur Bobon duke përkundur Galagon gjatë një kontrolli në mëngjes. Të gjithë ishin mahnitur kur e pan gorillën duke i trajtuar Galagon me aq kujdes dhe dashuri. Komentet e njerëzve nuk u vonuan. Pas publikimit të videos dhe historisë, njerëzit nga e gjithë bota u prekën thellë. Komentet e mbushura me emocion dhe admirim vërshuan poshtë postimit. Shumë shkruan se ishte një kujtesë e fuqishme që njerëzit kishin shumë për të mësuar nga kafshët, veçanërisht nga gorillat që shpesh keq kuptohen si të dhunshme apo të rrezikshme. Një përdorues shkroi: gorillat njihen për natyrën e tyre të dëmshur edhe për kujdesse. Ata janë shumë të mëshirshme se sa njerëzit. Ndoshta është koha të mësojmë diçka nga ta. Por përtej emocioneve, historia e Bobos solli në vëmendje një të vërtet të trishtuar. Gorillat janë në rrezik. Shumë projekte industriale, veçanërisht ata të bujqësisë në shkallë të gjerë, po shkatërrojnë habitatet natyrore të tyre. Pyjet ku ata jetojnë po shkurtohen çdo ditë, edhe së bashku me to, edhe shpresat për mbijetesën e tyre. Për më tepër, gjuetarët ilegal janë një tjetër kërcënim i vazhdueshëm. Shumë primat kapen për përfitime personale, qoftë për tregun e zi të kafshëve, për mjekësi tradicionale apo për përfitime të tjera të paligjshme. Dhe kjo është edhe më tragjike kur mendon se gorillat janë ndër krijesat më inteligjente në planet. Ata përdorin bambu si shkallë për t'i ndihmuar të vegjëlit të ngjiten. Përdorin shkopinj për të matur thellësinë e ujit edhe për të ngrënë milingona pa u pickuar. Madje nga pikpamja biologjike, gorillat ndajnë 98% të ADN-s së tyre me njerëzit, çka i bën ata të tretët më të afërt me ne, pas bonobove dhe shimpanzeve. Por fatkeqësisht kjo nuk i ka mbrojtur. Jetët e tyre vazhdojnë të jenë të kërcënuara çdo ditë nga veprimet njerëzore. Historia e Bobos dhe Galagos është më shumë se sa një moment i rrallë dhe është një dëshmi prekse se edhe kafshët më të mëdha dhe më të fuqishme mund të jenë të buta, të dëmshura dhe të afta për të dashur pa kushte. Dhe ndoshta, në këtë botë gjithnjë e më të ftohtë duhet të kujtojmë se dashuria, përkujdesja dhe ndjeshmëria nuk janë vetëm njerëzore. Ndonjëherë, nevojitet një goril si Bobo për të na kujtuar këtë.